Samiti i Bashkimit Evropian që do të mbahet të martën më 4 nëntor shënon një moment kyç për politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian në zemër të Evropës. Në Bruksel, liderët politik më të rëndësishëm të kontinentit do të mblidhen për të diskutuar zgjerimin e bllokut 27 antarësh drejt lindjes dhe juglindjes. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka konfirmuar pjesëmarrjen duke u bashkuar një grupi të jashtëzakonshëm liderësh që do të përcaktojnë të ardhmen e zgjerimit evropian. Samiti do të bashkojë presidentet e Moldavisë dhe Serbisë, Maja Sandu dhe Aleksandar Vučić, tre kryeministra që përfaqësojnë Ballkanin Perëndimor, si Edi Rama nga Shqipëria, Milojko Spajić nga Malezi dhe Hristijan Mickoski nga Maqedonia e Veriut, si dhe komisioneren evropiane për zgjerimin Marta Kos. Eventi ofron një platformë unike ku liderët e vendeve kandidate mund të shprehin perspektivat e tyre mbi rrugën drejt Bashkimit Evropian. Procesi i zgjerimit nuk është një çështje abstrakte, ai prek miliona europian. Serbia ka nisur negociatat që nga viti 2014 pas aplikimit në 2009, por mbështetja publike ka rënë nga mbi 70% në fillim të viteve 2000, nga rreth 40% sot. Megjithatë, si Beogradi ashtu dhe Brukseli kanë theksuar se vendi i përket bllokut. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi në shtator se për herë të parë në histori mund të zgjedhim lirshëm se në cilën perandori duam të përfshihemi, në perandorinë të drejtave, vlerave, sigurisë dhe mbrojtjes. Shqipëria ka shënuar përparim të dukshëm që nga aplikimi në vitin 2009 dhe tani është një nga vendet kryesore në rrugën drejt antarësimit me sunimin për të bërë pjesë e bllokut deri në vitin 2030. Malezi udhëheq kandidatët me të gjithë kapitujt e negociatave të hapur dhe 7 të mbyllur përkohësisht që nga fillimi i bisedimeve në 2012. Qeveria synon të përfundojë negociatat deri në fund të vitit 2026 dhe të arrijë antarësimin deri në 2028. Ndërsa Maqedonia e Veriut ka pritur më gjatë se të gjithë duke aplikuar në vitin 2004, por është përballur me pengesat të vazhdueshme për shkak të mosmarrëveshjeve me fqinjat, pas zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë përmes marrëveshjes së Prespës në 2019. Bullgaria bllokoi negociatat duke kërkuar njohjen e pakicës, gjuhës dhe interpretimit të historisë së përbashkët, një pengesë kryesore që ende nuk është tejkaluar, ndërsa mbështetja publike për antarësim ka rënë. Samiti vjen gjithashtu në një kohë kur shumica e europianëve mbështesin zgjerimin e bllokut 27 antarësh. Një sondazh i fundit i Eurobarometrit tregon se 56% e qytetarëve të Bashkimit Evropian janë pro zgjerimit, në mbështetje të veçantë nga të rinjt. Eventi do të eksplorojë përfitimet e zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke përfshirë qasje në tregjet e reja me miliona konsumator, zgjerimin global të ndikimit politik të Bashkimit Evropian dhe forcimin e demokracisë dhe vlerave europiane në të gjithë kontinentin.